Pasi u mbyll nga bota për dekada dhe përjetoi një eksod masiv, Shqipëria po përqafon rrënjët e saj kulinarike me ndihmën e kuzhinierëve të gjysheve. Tefta Pajenga, 76 vjeçe, është njëra nga shumë kuzhinierët pensioniste të televizionit në Shqipëri. Në shfaqjen e saj të transmetuar kombëtarisht, mësuesja e në pension udhëzon një shtëpiake më të re, se si të gatuaj yaprak, një pjatë tradicionale me gjethe rrushi të mbushura me oriz dhe erza. Japraku ka një vend të veçantë në zemrat e shqiptarëve, zakonisht përgatitet nga familjet së bashku dhe pastaj shpërndahet në ditët e festave fetare, si ato kristiane dhe muslimane, në këtë kom me një shumëllëshmëri fesh. Ashtu si shumë pjata të tjera në këtë udhëkryq kulinar, receta vjen nga jashtë, emri i saj vjen nga fjala turke për gjethe, si pasojë më shumë se 500 vjetëve në sundimin osman. Megjithatë, përbërësit janë krejtësisht lokal, kopër, speca dhe mente nga veriu i Shqipërisë. Sot gjyshet shqiptare si Pajenga po mësojnë breza të ndryshëm në një nga shtetet më të rinj të Europës se si të gatuajnë pjata të lashta. Kjo ndodh sepse kombi ballkanik ka pësuar rënje për 2 periudha të amnezisë kulinare gjatë viteve 80, së pari nga 1946 deri në 1991. Shqipëria ishte në sundimin e komunistëve të fortë, që e mbyllën vendin e vogël malor nga bota, duke bërë që Edi Rama, kryeministri tanishëm i vendit, ta quajë atë Korea e Veriut e Europës. Gjatë kësaj periudhe, libra dhe gatimit u togjën, importet të ndaluan, udhëtimet jashtë të ndaluan, ushqimi u kolektivizua dhe kaoset për ushqim ishin të përhapura. Ishte një recetë për katastrofë. E dyta që ngritjes dhe pasojave të dhunshme të rënies së komunizmit në vitet 1990, 710.000 shqiptar, 20% e popullsisë, u larguan nga Shqipëria nga viti 1989 deri në vitin 2001, në kërkim të punës në vende të tjera. Me kalimin e kohës, Pajenga thotë se shumë prej këtyre emigrantëve e kishin harruar recetën e gjysheve të tyre, teksa ishin adaptuar në vende dhe kultura të reja. Pas periudhës së ushqimeve të pamjaftueshme gjatë komunizmit dhe pas emigrimit, deri në fillimin e shekullit 21, shumë shqiptar në atë dhe jashtë kishin harruar si të përgatisnin kuzhinën tradicionale të vendit të tyre, përveç grave të moshës së caktuar. Ironikisht, Tefta Pajenga thotë se kalimi i Shqipërisë në demokraci e bëri edhe më të theksuar problemin. Gjatë komunizmit njerëzit kishin një punë të caktuar nga ora 7 deri në 15, kujton ajo. Kur erdhi demokracia, nevojitej më shumë se një punë për të ushqyer familjen, prandaj shumë nga ata që kujtonin si të përgatisnin pjatat tradicionale shqiptare, tani nuk kishin më kohë për t'i përgatitur ato. Kështu kur Pajenga filloi shfaqjen e saj televizive në vitin 2004, audienca ime nuk ishte për kuzhinier, por për shtëpiak, dhe gjithashtu për të rinjt, të cilët ishin duke humbur një oritë se kishin harruar si të gatuanin kuzhinën tradicionale. Kultura kulinare shqiptare ka reflektuar prej kohësh statusin e saj si një pikë kallimi mes lindjes dhe perëndimit. Romakët sollën rrushin në ullin dhe shumë nga përbërësit modern të Shqipërisë, kur pushtuan këtë zonë në shekullin e 2 para erës sonë, që nga shekulli i 16, pjata të tilla si zorët e fshatit shqiptar u përhapën nga Shqipëria në gjithë perandorinë osmane, ndërsa sultjashi mund të ketë arritur në Shqipëri nga osmanët, dhe pas luftës së dytë botërore, pjatat e importuara si ajvari, një sallat me speca të pjekur, aubergine dhe erza, migruan në jug nga Ballkani Verior. Disa ushqime indigjene si mishavina, një lloj djathi bardh me grur, nuk mund të gjendet askund tjetër. Metoda e saj e përgatitjes në të cilën kosi mbushet ngushtë dhe lihet për 3 muaj brenda yndyrës së kafshës, derisa të fermentohet në një djath të mpret, është trashëguar nga breza barinj. Në Alpet shqiptare, pjatat e tjera të vjedhra shqiptare përfshin flin, një pet me shtresa si krep të lyer me krem dhe byrek me mish, një byrek turk i mbushur me piper të kuq. Gjyste Bici, 67 vjeçe, mësoi receta shekullore në gjurin e gjyshes së saj në Alpet e Veriut të Shqipërisë, ku dimrat borbarët mund të izolojnë banorët për muaj të tërë. Edhe para komunizmit ka pasur pak materiale të botuara, kështu që receta gjithmonë kaloni nga gjyshja tek brezën në të rinj, thot ajo. Shumë receta shqiptare kanë një rrënjë fetare. Kjo ishte e parë në komunizëm, veçanërisht pas vitit 1967, kur udhëheqësi autoritare Enver Hoxha ndaloi çdo praktikë fetare në vend.